Horoskopi ditor, enjte 20 gusht 2026. Dashi, sot do të afroheni më shumë se kur me atë që keni në krah dhe do të flisni edhe për disa të fshehta të së kaluarës, do të gjeni mirë kuptimin. Me financat do të jeni kurdoher të matur dhe situata nuk do të jetë problematike. Demi, do të bëni çdo gjë të keni në dorë sot për një marrëdhënie në çift, e cila duhet të mbetet sa më mirë. Në mbrëmje mund të prodhoni edhe eksperienca të reja. Në planin financiar nuk duhet të kryeni operacione të rrezikshme, sepse gjendja mund të përkeqësohet nga çasti në çast. Binjakët, do të jetë një ditë e zakonshme dhe pa të papritura kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Merrini gjërat si t'ju vinë. Emocionet dhe kënaqësitë do të jenë të papërshkrueshme. Perspektivat janë të mira edhe në sektorin e financave, gjithashtu në punë do të keni rezultate pozitive. Gaforia, sa rrezik të ndërroni për dikë tjetër sot dhe në mendje mund të tradhtoni partnerin. Në fakt, pas pak kohësh do të ndiheni keq për atë që keni bërë sot. Sektori financave do të jetë goxha më i qëndrueshëm se kohë më parë. Luani, yjet do t'ju krijojnë kushtet e përshtatshme që ju të ndiheni sa më mirë në krahët e partnerit tuaj. Do të dashuroheni si kur më parë dhe do të ndiheni mjaft mirë ditën e sotme. Virgjëresha, do të mahniteni sot kur të zbuloni disa cilësi të reja të partnerit tuaj dhe do të dashuroni atë me shumë pasion. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Nuk do të keni as pak frikë kur të shpenzoni për gjërat e nevojshme. Peshorja, ndikimi i madh i Plutonit do të sjellë probleme serioze në jetën tuaj në çift sot. Problemet do të shtohen gjatë ditës, por më shumë gjatë darkës. Bëni kujdes, mos të keni ndarje në çift. Akrepi, do të diskutoni gjëra gjatë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe më në fund do t'i zgjidhni problemet e vogla që ju kanë dalë më herët. Shpenzimet kryeni me kujdes dhe vetëm për gjëra të domosdoshme. Shigjetari, kjo do të jetë një ditë e veçantë për ju shigjetar dhe për ata që janë në një lidhje. Partneri do t'ju përgatisë surpriza marramense të cilat do t'ju bëjnë të ëndërroni gjatë gjithë kohës. Bricjapi, ata që janë në një lidhje do të merren vesh me personin që kanë në krah. Do të jeni mjaft tolerant dhe tepër të kuptueshëm. Me financa do të jeni impulsiv dhe ka rrezik të bëni gabime të pafalshme për shkak të blerjeve të pamenduara. Ujori, të dashuruarit do të vazhdojnë të kenë një ditë normale pa gjëra të jashtëzakonshme. Do të bëni atë që do t'ju duket juve më arsyeshme. Në planin financiar do të keni fat dhe sukses. Peshqit, kjo ditë nuk do të jetë as pak e favorshme për ata që janë në një lidhje. Do të debatoni për gjithçka me partnerin tuaj dhe nuk do të ndiheni mirë. Për të përmirësuar financat, do të mbështeteni tek njerëzit tuaj më të dashur.